87 deputet prezent, 0 abstenim, 0 kundër. Pra, 87 prezent. Mes kaosit, shtatantarët e rinj të kabinetit qeveritar morën këtë të njëjtë vot besimin e kuvendit. Berisha, i rrethuar nga ligjvënësit e tjerë demokrat, zaptoi foltoren në momentin që nisi votimi për ndryshimet në qeveri, ndërsa socialistët shoqëronin çdo votim me duartërkitje. Për Albana Koçiun, zë vendës kryeministre, Tonin Gogun, ministër të drejtësisë, Besfort Llamallarin, të brendshëm, Eriona Ismailin, ministër e shteti për parlamentin, Ferit Hoxhën, kryediplomatin e ri, Ermal Nufin të mbrojtjes, si dhe për Enea Karakaçin, që zëvendëson Belinda Ballukun të infrastrukturës dhe energjisë. Votës së socialistëve ju bashkuan pashtu edhe kartonët jeshil të deputetëve të Partisë Socialdemokrate. Hoxha i Karakaj dhe Nufi, që vinë rishtazit në qeveri, vot besimin e ndoqën nga lozha e kuvendit. Para se të konfirmonte krerët e rinj të dikastereve, kuvendi votoi ashtu edhe shkarkimet e tashmë ish-ministrave, me dekretin për Belinda Ballukun, që më shumë se të tjerët mori shumicë të cilësuar, 85 vota pro shkarkimit. Për votimin e ndryshimeve të propozuara prej tij në seancë nuk mori pjesë kryeministri Edi Rama, mungoi ashtu edhe vet Balluku, që me shkarkimin nga dy detyrat në qeveri, tashmë do të duhet të zërë një karige mes deputetëve socialistë. Një vot kundër e Josefina Topallit dhe Sali Berishës për shkarkimin e Elisas Spiropalit nga posti i ministres së jashtme, gjalli pikpyetje në kuvend. Në momentin e vot besimit të ndryshimeve në qeveri, Sali Berisha dhe opozita kishin zaptuar foltoren, ndërsa në votat në kuvend u shfaq që ai dhe Topalli votuan kundër. Është vetë deputetja e Partisë Demokratike që sqaroi edhe situatën, duke thënë se ky veprim ishte rezultati i një lapsusi teknik e nuk përfaqëson qëndrimin apo vullnetin e saj politik. Sqaroi gjithashtu se në atë moment zoti Berisha ishte në foltore dhe nuk ka votuar, theksoi Topalli në reagim. Ndërkohë debate pati edhe për kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Ballukut. Opozita kërkoi të futet në rend dhe raportimi i saj pro heqjes së imunitetit të Ballukut. Gazmend Bardhi tha se mazhoranca po zgjat shqyrtimin dhe ka mbetur vetëm një javë që kërkesa të konsiderohet e rrëzuar, ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj se janë brenda afatit 2 javor për të hartuar raportin e tyre, të cilin do ta sjellin në kuvend seancën e 12 marsit, së bashku me raportin e opozitës. Ndërkohë, ministrat e rinj do të betohen para presidentit të premte në orën 10 në një ceremoni që do të mbahet në Pallatin e Brigadave.